duke dashtën me respektu e shtetin ton, me kundërshtu pushtetin që në ndalon, dhe mos më përplas me vllaznit tanë, ne jemi të vite paqës, të vite dashurisë, urrejtja s'na takon neve. Kombin nuk e kemi vetëm për vete. Ju takon edhe vllazneve tanë të islamizu. Nuk duhem të komentojmë ngjarjen e djeshme ose atë çfarë ish dashte e sot, sepse kemi kohë ballë. Nuk kemi nevojë të mirëmi ma me atë punë, sepse ne dje kemi bekuar themelin e kishës në zogaj që kemi dash me beku sot, por duke dashtën me respektu e shtetin ton, me kundërshtu pushtetin që në ndalon, dhe mos më përplas me vllaznit tanë, ne jemi të vite paqës, të vite dashurisë, bijt më të mirë këtij vendi, dhe duhet ta përçojmë atë dashuri, atë kujdes, atë urti që e ruan njeriun ton, vendin ton, kalumën ton, po dhe që po migur që ndërtojnë të ardhmen. E ardhmja ndërtohet me dashuri. E ardhmja ndërtohet me duresë. E ardhmja ndërtohet me urti. E ardhmja ndërtohet pa heq dorë nga ajo që jemi, e pa nalë udhën tonë ku do na me shkue, ku se i cili njeri në këtë vendin tonë të mundet të zgjedh ose të përzgjedh fejnë e vetë pa kundërshtue askush. As bashkësitë fetare, as kisha, as shteti, as një qytetari këtij vendit, as unë dhe as ti. Sepse kjo është liri. E fryti i lirisë është kur njeriu bën zgjedhjen e vet. E guximi është kur njeriu ta bëjë zgjedhjen e vet, na ta përqafojë. Urrejtja s'na takon neve. Më kanë thonë këto ditë që na urrejtjes do t'i përgjigjemi me urrejtje. Jo. Kombin nuk e kemi vetëm për vete. Ju takon edhe vllazneve tanë të islamizu. Ata janë në shtëpiat tuaja, ju jetoni me ta në përgatunet e tyne. E njëjta gjë ka ndodhur kur janë konvertuar në islam. Vllaznit nuk e kanë prish dashurinë mes vete. E kanë rujt. Njëri musliman, tjetri katolik, po kanë ecë për para, për të shpëtuar rrethonën historike e për të mujtë me dëshmuar të vërtetën e sot. E për t'ju dhënë lirinë se i cilit që të përzgjedh atë që don me jetuar edhe atë që don me besuar.